Shumë faleminderit Adriana. Një përshëndetje të përzemërt për të gjitha ju këtu, kandidate për deputete për qytetin e Tiranës. Një përshëndetje të përzemërt të gjitha vajzave dhe grave në mbar Shqipërinë që garojnë për deputetën Kuvendin e Popullor nga Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Përshëndetje shumë përzemërt gjithashtu të gjithë stafëve tuaja, bashkëpunëtorëve dhe bashkëpunëtorëve tuaja që po bëjnë gjithçka për një fitore spektakulare të opozitës shqiptare në këto zgjedhje. Kjo është një garë e fortë. Sistemi e ka transformuar në një garë, në njërin rrafsh, në njërin aspekt, në një garë që ligjërisht nuk duhet të ishte e tillë, por padrejtësia ligjore e sankcionuar ka bërë që të ndahen në mënyra të ndryshme, të ndahen në dy grupe deputetët, por nga ana tjetër kjo është një garë prove shumë e shmur, shumë rëndësishme, e cila bën mobilizimin maksimal të forcave që ka Partia Demokratike dhe aleat të saj për një sukses të vërtet me 11 maj. Ne kemi një përsi të madhe, lista është lista më e mirë që është paraqitur ndonjëherë Tiranës dhe Shqipërisë, qoftë kjo e grave dhe vajzave, qoftë dhe e burrave dhe djemve. Ne në këtë garë konkurojmë me zonjushe të shquara, me një identitet të fortë, individualitet të vërtet dhe arritje të pamohueshme. Në këtë aspekt theksoj se nuk kanë patur ndonjëherë qytetarët e Tiranës një përfaqësi kaq të aftë, kaq të mirë për ta në parlamentin e ardhshëm. E përsia jonë tjetër e pamohueshme është programi ynë. Ne kemi një program me të cilin me kompetencë të plot ne u japim përgjigje të gjitha problemeve madhore të krijuara nga keqqeverisja e 12 viteve të asaj që e quan vetën në linje, por në fakt provohet e kundërta. Ne kemi një projekt në Shqipërisë Madhështore, i cili fillon me paketën e dhimbshurisë dhe përfundon me Shqipëria epiqendër e teknologjive të larta në rajon. Ky program, siç e shihni, ka patur një impakt pozitiv dhe në tërësinë e tij, as kritikët absurd, as kërkun që nuk ka gjetur refuzim. Përkundrazi, është pritur mirë, është pritur me kënaqësi, është
e sigurt që ky program është 100% i realizueshëm. Kjo ka rëndësi të madhe, e them këtu para jush. Në qoftë se në vitin 2005 ne paraqitemi një program, ai kishte të panjohurat e veta, kurse ky nuk ka të panjohura për ne. Jo. Ne kemi të gjithë projektin, modelin e zbatimit të tij 100%. E zbatimit të tij në 100 ditë të para, aq sa që është zbatuar në 4 vite në një program tjetër më parë. Kështu që ka një rëndësi të jashtëzakonshme ta servirim këtë program. Ne përballemi me vështirësi shumë llojta, por kur jemi në fushat elektorale, ajo që është më seriozja është censura. Ju mediat ju censurojnë. Opozitën 4 TVSH bis e censurojnë. Këtu nuk merr vesh se kush është TVSH. Është TVSH-ja apo Top VSH-ja tjetër, apo erë të bëj fjalë, janë të gjitha një konglomerat në garë se kush e kush të censuroj më shumë opozitën dhe se kush e kush të shërbej më shumë qeverisë dhe favorëve që ajo bën. Fjala është sigurisht kryesisht për mediat kombëtare. Por historia ka treguar se sa do e fortë që tjetë kjo censurë, përsëri është e kapërcyeshme. Dhe është e kapërcyeshme vetëm me takime me njerëzit. Fushata e fundit e presidentit Donald Trump ka leksionin më të madh të saj takimin me njerëzit. Ai kishte një censurë të jashtëzakonshme në tërësi nga të gjitha ato që quhen mainstream media, përveç njëri që ishte il kundur. E keni parasysh se si kishin vendosur gjigant të rrjeteve sociale censurën. Edhe censurë kishin kryesisht për Trumpin.